Selam aleikum, thot uji i zemzemit me çfarë dua duhet me i fry edhe sa herë ta pim. Aleikum salam rahmatullah. Njëjtë sikurse uji i zemzemit, sikurse uji tjetër, nuk ka ndaj veçori çka me i lexu uji i zemzem, çka me i lexu ujinave tjerë, njëjtë i lexon. Qysh i lexon ujinave tjerë. Domethënë mbarret për çka e përdor, për çka ki me pi. Sa herë me pi. S'ka lidhje 2 herë, 3 herë në ditë sipas rrethonave të cilat i sheh. Pra nuk ka diçka strikte, fikse, ç'është uji i zemzem, ç'është filan ujin. Nuk ka diçka të tillë. Pra, nëse din të me lezu mirë, nëse jo, dërgan të një hoqë ose të një personi cili din me lezu, surën Fatiha, ajetul Kursin, ajetet e fundit surës Al-Baqara, ajetet tjerë në për pjesë të Kuranit të ndryshme, pastaj Kul ya al-kafirun, Kul huwallahu ahad, Felekin, Nasin, e tjerë, tash nuk duhet të fokusohem, por çto janë ato bazat e leximit, edhe pastaj edhe ndonjë ajet tjetër aty këtu në Kur'an, edhe pjesë herë ta marr mendja 2 herë, 3 herë plus minus më në ditës, po mos e pi krejt, domethënë që me pas pak më afat gjatë. Allah të shëroft, Allah të ashtë kajrë, Allah të shëroft, Allah të shëroft, Allah të shëroft, ja Rabb, amin.